Ngjarje e rëndë në Greqi, shqiptarët përfshihen në një sulm me thika 2 të plagosur rënd. Një sherr me thika ka ndodhur në zonën e Vardas të Ilias në Greqi, ku 2 persona janë dërguar në spital, njëri në gjendje kritike për jetën. Sipas mediave greke, në ngjarje janë përfshirë 3 persona, të 3 me origjinë shqiptare, 2 37 vjeçar dhe 1 41 vjeçar. Të njëjtat informacione bëjnë të ditur se autori i ka sulmuar me thik 2 personat, duke i shkaktuar goditje të shumta në pjesën e pasme të trupit. I akuzuari u arrestua nga autoritetet dhe u dërgua në prokurorinë e shkallës së parë Ilia, pranë gjykatës paralele të Amaliadës, ku akuzua për 1 vepër penale dhe 2 kundravajtje. Në veçanti, arrestuari përballet me akuzën e tentativës për vrasje në seri dhe armbajtje pa leje. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.